Sa 49 mirëserita kohemi në fleshin informativ, u njohim me gjërësisht me lajmet. Kreu i qeverisë Edi Rama foli në panelin hapës të konferencës Lartë Meri në Estoni, në një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare për sigurinë, diplomacinë dhe të ardhmen e Europës. I pyetur çfarë ndjen Shqipëria për NATO 3.0, Rama shpreh se shqiptarët janë talibanët perëndimor, por nuk munguan kritikat e tij ndaj kontinentit. Rregull, shqiptarët janë taliban perëndimor. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi me aleancën transatlantike deri në fund. Nuk dua të provokoj askënd këtu, por jam shumë i tunduar të heq jo një paralele, por të bëj piknisje ish bashkimin sovjetik. Kjo është tunduese jo sepse Europa mund të bëhet bashkimi sovjetik, por është tunduese sepse ka një pyetje themelore që kërkon përgjigje. A mundet Europa në kushtet të caktuara të lejoj imperativat e mbrojtjes, ankthjen gjeopolitik dhe përgjigjet e fragmentarizuara për të krijuar një mungesë afatgjatë ekuilibri midis ambicieve të sigurisë dhe atë që unë e quaj qëndresa e civilizimit. Çka me fjalë të tjera do të thotë se po përballemi me rrezikun që barra e sigurisë të shtrembërojë përparësitë ekonomike. Inferioriteti i perceptuar strategjik të shkaktoj një mbireagim dhe ajo çfarë është pjesa më dramatike, duke folur për NATO 3.0 apo çfarë do ta quani, është që fragmentarizimi burokratik dobëson reagimin, çka më tej na çon në një tjetër pikë që meriton së paku vëmendje e diskutim, e cila është se legitimiteti politik minohet nga kërkimi për fuqi ushtarake, apo jo. Të gjitha këto gjëra më shqetësojnë për atë se ku po shkon Europa, pra në vend që të fajsojmë, të rekemi të rivlerësojmë pozicionin ton, duke drejtuar gishtin drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës apo presidentit Trump. Na duhet të bëjmë një vlerësim të mirëfill. Do ta mbyll për habin tuaj me një pyetje që mendoj Europa duhet t'ja bëj vetes. Sa mund të shpenzoj një civilizim për të siguruar vetveten pa dobësuar themelet që e bëjnë t'ja vlej të sigurohet, sepse ka Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi e pranon që SBA-ti kanë kërkuar Shqipërisë që të përdor bazën ushtarake të Kuçovës për operacione ushtarake, por Tirana kërkon garanci për qytetarët. Për shkak të luftës në linjën e mesme, prodhimi i dronëve Made in Albania është shtyrë për në verë. Shqipëria ende nuk i ka dronët Made in Albania, edhe pse ishte parashikuar që produktet e para të ishin gati në pranverë. Shkak për këtë vonesë është bërë lufta në lindjen e mesme, duke referuar fakti që kompania që do t'i prodhoj është izraelitja Elbit System. Në rastet veçanta ka qenë bllokuar dhe hapësira ajrore, kjo na ka sjell vonesa. Garantoj se deri në verë ne do të kemi funksion të plotë të gjithë kompleksit. E vetëm që janë dronat prodhuar në Shqipëri, por janë dronat ushtarak në nivel të lartë. Shqipëria firmosi një marrëveshje me kompaninë izraelite për dronët në një moment që NATO ka pezulluar kontratë me të për shkak se ndodhet nënhetim. Kjo nuk ka qenë një pengesë për vendin tonë, edhe pse sipas ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi nuk ka ndonjë sinjal nga NATO për këtë bashkëpunim. Nuk kemi asnjë shkresë apo kërkesë për ta pezulluar Republikën e Shqipërisë në NATO. Ka teorikisht asnjë mundësie që ne të blejmë apo të shesim në vende që janë sankcionuar apo që janë aktor malin në raport me interesat e NATO-s dhe të aleancës.
Kreu i Kutij Digasteria pranon që SBA-i ka kërkuar Shqipërisë nëpërmjet ambasadorit të saj në NATO që vizitoj vendin ton pak javë më parë, që të përdor Kuçovën si bazë për operacione ushtarake. Shtetet e Bashkuara të Amerikës atë kërkesë kanë drejtuar disa vendeve, jo vetëm Shqipërisë. Patjetër që për zhvillimin e operacioneve komplekse dhe me vështirësi, Shqipëria ka nevojë edhe për disa garanci të shtuara për qytetarët e saj. Shqipëria e ka dezignuar, e ka cilësuar Gardën Revolucionare të Tiranit dhe aktorët e lidhur me ta si organizatë terroriste dhe sulmet që kanë ndodhur në Shqipëri apo sulmet që kanë ndodhur së tek parlamenti edhe tek posta shqiptare janë sulme që janë të lidhur me aktorë që janë state sponsored pa të sponsorizuar nga Republika Islamike në këtë rast. Shqipëria është vendosur që të jetë vendi i radhës për të organizuar samitin e NATO-s, por në Turqi do të vendoset nëse do të ketë ndryshime për mbajtjen e këtij takimi në 2027. Samiti i parashikuar zhvillohet viti që vjen në Tiranë. Ka një diskutim nga Alianca që mund të zhvillohet një herë në 2 vjet. Kjo nuk është vendosur, do vendoset samitin në Ankaras. Nuk kemi akoma ndjenjën time të ndarë se ku do jetë specifikisht vendosja e samitit. Një gjë është e sigurt që zakonisht organizata pra NATO merr masa të jashtëzakonshme për zhvillimin e samitit. Shqipëria si detyrim ndaj Bordit të Paqes ka dërguar në Gaza një njësi vlerësimi, por ende nuk është vendosur se sa do të jetë numri i forcave të armatosura dhe zona ku do të alokohen. Partia Demokratike prezantoi programin për siguri në tryezën me këtë fokus. Kreu Demokrat Berisha deklaroi se siguria publike dhe lufta kundër krimit do të jetë prioriteti i programit opozitës. Kryetari i PD-s njoftoi ngritjen e një agjencie të posaçme për hetimin dhe konfiskimin e pasurive të krimit. Me programin ton kam bindjen më të madhe se do rikthejmë Shqipërinë, do rikthejmë në Shqipëri shtetin ligjor. Do presim me gërshër e çelnikta të ligjit të gjitha lidhjet e krimit me pushtetin. Do godasim me forcën më të rreptë të ligjit krimin, cili do qoftë ai. Me një agjenci të veçantë do konfiskojmë, do hetojmë, do konfiskojmë të gjitha pasuritë e krimit. Do pastrojmë institucionet nga krimi. Zero tolerancë, një vetim i plot i të gjitha institucionet të zbatimit ligjit, policisë, shërbimit inteligjent, i cili edhe ai nuk qëndron më. Përkundrazi, segmentet tëra bashkëpunojnë me krimin dhe do rivendosim si prioritet absolut sigurinë e jetës, veprimtarisë, të dhënave të qytetarëve shqiptar, të shoqërisë shqiptare, do qëndrojmë fuqishëm kundër terrorizmit. Do vendosim lidhjet më solide, më luajale me të gjitha agjensitë ndërkombëtare të Europës, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera në goditjen përfundimtare dhe në rivendosjen përfundimtare të sigurisë dhe rendit në Shqipëri. SPAK mbylli hetimet ndaj 3 personave të dyshuar si antarë të grupit Bajri. Ata akuzohen për sigurimin e kushteve për vrasjen e Aleksandër Prendit në Bushat të Shkodrës. Sipas SPAK, 3 të dyshuarit u pritën me breshëri zjarri nga Prendi, i cili është i pandeuri i 4 në dosje. Fotot ku shfaqeshin armë të rënda zjarri të ekspozuara në një lokal, të një Kalashnikov në një mjet në lëvizje, video ku qollonin me armë zjarri, video në shoqërinë e Safet Bajrit, apo foto të dengjeve të parave kesh, të gjetura në telefonët celular të tyre apo familjarve, janë prova të SPAK
në një dosje ndaj 3 personave të dyshuar si antar të grupit kriminal Bajri në Shkodër. 2 prej tyre të arrestuar e 1/3 në Arati u morën të pandehur nga struktura e posaçme për përgatitjen e kushteve për vrasjen e Aleksandër Prendit, gushtin e vitit 2024 në fshatin Rancë të Bushatit. Ata janë Izmir Sakica, Samuel Troshani dhe Franco Leka, përkatësisht 25, 26 dhe 33 vjeç. Sipas PAK, bashkë me persona të tjerë të pa-identifikuar, ata kanë shkuar me 3 automjete të blinduara, 2 Audi A8 dhe një Mercedes S600 për të eliminuar Prendin. Kur kanë mbërritur në zonë, ata janë pikasur nga shënjestra Aleksandër Prendi, që sipas PAK ka hapur zjarr me Kalashnikov drejt tyre, veprim për të cilin është marrë si i pandehur në të njëjtën dosje. Nga shkëmbimi i zjarrit, ku është shtonë të paktën 34 herë me 2 armë të ndryshme, nuk ka pasur dëme në njerëz. Mendohet nga SPAK se motivi i ngjarjes kanë qenë mosmarrveshje të krijuara për shkak të lëndëve narkotike. Për të pandehurit Sakica, Troshani e Leka, SPAK kërkon gjykim për sigurim kushtesh për të kryer vrasje, armbajtje pa leje, grup kriminal dhe kryerje veprash nga organizata kriminale. Për të pandehurin Aleksandër Prendi, SPAK kërkon gjykim për vrasje në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, mbetur në tentativë dhe për armbajtje pa leje. Mes provave të SPAK është edhe fakti se mjeti Mercedes përdorej edhe nga Safet Bajri, si edhe komunikime mes tij dhe të pandehurve, apo pamje filmike të lëvizjes automjeteve të blinduara. Në dëshminë e tyre, të arrestuarit Izmir Sakica e Samuel Troshani kanë pretenduar se po prisnin një karoatres në Rancë, pasi mjeti Audi i Sakicës ishte prishur, kur nga një motor ku udhtonin 2 persona, ishte qelluar me breshëri automatike drejt këtij mjeti. Ka hyrë në fuqi udhëzimi për marrëveshjen e paqes fiskale që u jep mundësi bizneseve të mëdha të negociojnë fitimin e tyre në këmbim të një norme tatimore më të ulët. Në udhëzim shpjegohet procedura se si do të lidhet marrëveshja, si dhe theksohet se bizneset do të kenë mundësi të korrigjojnë edhe deklaratat e tyre tatimore të 3 viteve të fundit. Udhëzimi i Ministrisë së Financave që i hap rrugën në zbatimit të ligjit paqes fiskale është botuar në fletoren zyrtare. Të gjitha subjektet që realizojnë të ardhura bruto mbi 14 milion leke që nuk kanë përfituar nga ndonjë norme reduktuar apo përjashtim tatimor do të kenë mundësi të aplikojnë për lidhjen e marrëveshjes së paqes fiskale. Aplikimet do të bëhen elektronikisht në sistemin e-filing dhe pas lidhjes së marrëveshjes sistemi gjeneron shtesën e kësteve paraprakje të tatimit që do të paguajë subjekti. Draft marrëveshja nënshkruhet dhe vuloset elektronikisht nga titullari i Drejtorisë Rajonale Tatimore të jurisdiksionit dhe dokumenti dërgohet tatimpaguesit për nënshkrim elektronik në dokumentet e mia në sistemin e-filing brenda datës 10 prill të vitit për të cilin lidhet marrëveshja. Në udhëzim janë dhënë edhe shembujt se si do të përfitojnë bizneset që do të firmosin marrëveshjen. Mbi fitimin e deklaruar të një biznesi do të shtohet një marrësh 18% për vitin pasardhës, dhe çdo fitim që kalon pragun prej 18% do të tatohet me 5% të tjera. Në rast se tatimpaguesi në formularin e aplikimit të marrëveshjes ka shprehur se do të kryejë rideklarimin e pasojave financiare, marrëveshja do të ketë përfshirë edhe të drejtën për rideklarimin e elementeve të veçanta të aktiveve, të detyrimeve apo të kapaciteteve të veta të pasojave financiare vjetore të shoqërisë, sipas normës së tatimit dhe procedurës së përcaktuar në këtë ligj. Po ashtu, kush hyn në këtë marrëveshje me tatimet ka të drejtë të kërkojë dhe të korrigjojë pasyrat financiare të 3 viteve të mëparshme, duke rritur deklarimet, të cilat i nënshtrohen një tatimi me 5% nga norma prej 15% që është aktualisht. Nga bizneset e mëdha nuk do të përfitojnë ato që kanë tashmë normat reduktora tatimore, që kanë detyrime të parapaguara dhe janë të dënuar me vendim të formës së prerë dhe janë subjekt hetimi nga administrata tatimore. Marrëveshja me tatimet mund edhe të ndërprer nëse tatim-paguesi nuk realizon rritjen me mbi 18% të fitimit të tatueshëm, pezullon aktivitetin, është në proces riorganizimi, nuk përmbush detyrimet ose kryen shkelje të përsëritura të detyrimeve tatimore. Ligji për marrëveshjen e paqes fiskale ishte pjesë e programit qeverisës për zgjedhjet elektorale të 2025-s dhe u miratua me 75 vota pro dhe 20 kundër më 12 dhjetor të vitit shkuar. Banka e Shqipërisë paremëron ndikime të mundshme në ekonomi nga tensionet në lindjen e mesme, sipas saj inflacioni mund të lëvizë sërish mbi 3% në muaj, megjithatë efekti pritet të jetë kryesisht i përkohshëm. Krizë në horizont, jemi përballë një realiteti të ri, vlerëson Banka e Shqipërisë, teksa paralajmëron implikime serioze në ekonomi në rast se tensionet në lindjen e mesme vijojnë të zgjasin. Parashikimet dhe analiza e zhvillimeve të ardhshme të ekonomisë për momentin aktual
rrethohet nga pasiguritë të larta, të cilat burojnë nga ecuria e tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme dhe impakti që ato kanë në treguesit e çmimeve të naftës dhe të energjisë. Pas 2 vitesh në objektiv, inflacioni rrezikon të kërcejë mbi nivelin 3% në muajt në vijim, sipas parashikimeve të Bankës Qendrore. Trendi i inflacionit do të vijojë të ketë një rritje gjatë gjysmës të dytë të vitit 2026 dhe ndoshta edhe në gjysmën e parë të vitit 2027, rritje e cila pritet ta sjellë të tregues diçka mbi objektivin 3% të Bankës të Shqipërisë. Megjithatë, vala e krizës së çmimeve pritet të jetë kalimtare. Pra nuk do të lërë gjurmë afatgjata në trendet e zhvillimit të vendit, me impakte minimale ose marginale në treguesit e aktivitetit ekonomik. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit në 2.5% në mbledhjen e fundit të zhvilluar. Rreziku për Kosovën mbetet i lartë nga Serbia, kështu ka deklaruar kryeministri Albin Kurti gjatë një konference të përbashkët me komisioneren për zgjerim të BE-s Marta Kos. Kurti kërkoi dënimin e autorëve të Banjskës dhe Iber Lepencit, si dhe përshkroje dhe arritet e Kosovës si partner e Bashkimit Evropian. Nga ana e saj, zyrtarja europiane kërkoi nga aktorët politik në Kosovë që të rikthejnë stabilitetin politik. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, i ka bërë thirrje spektrit politik në Kosovë gjatë një vizite në Prishtinë të gjejë gjuhë të përbashkët për t'i dhënë fund ngërçit të gjatë institucional dhe të formojë institucione të qëndrueshme në mënyrë që vendi të ecë përpara drejt bllokut evropian. Marta Kos, në vizitën e saj të parë në Kosovë pas marrjes së detyrës më 2024, u prit të premten nga ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu para se të takohej me kryeministrin e detyrë Albin Kurtin. Duke folur në një konferencë për media për krah Kurtit, Kos tha se nuk ka siguri në Evropë pa Kosovën, por ajo tha se Kosova, e cila ende nuk e ka statusin e vendit kandidat për të antarësuar në blok, duhet të ketë sa më parë institucione të qëndrueshme dhe funksionale. My very clear call on this trip is also to Thirrja ime e qartë në këtë vizitë është për të gjithë aktorët politik për ta gjetur një mënyrë për të kthyer stabilitetin institucional. Është e rëndësishme që pasi të bëhet kuvendi i ri, liderët politik në Kosovë të bashkohen dhe të themelojnë të gjitha institucionet, përfshirë zgjedhjen e presidentit të ri përmes kompromisit dhe të japin fund këtij ngërçi të gjatë institucional. Kosova ka një perspektivë të madhe evropiane. Dhe për mua personalisht, unë jam e etur për të arritur intensitetin e punës me Kosovën pasi të jenë formuar institucionet e reja. After the elections, I will come back, and then we will discuss many topics. Kurti në anën tjetër tha se patëm një takim produktiv dhe të drejt për drejt. Ai tha se në takim me Kos e ngriti çështjen e statusit të vendit kandidat për Kosovën dhe të hapjes së negociatave me bllokun. Kurti përmendi aktet terroriste të Serbisë në Kosovë dhe kërkoi që në BE të antarësohet në bazë të meritës. Kosova ka përjetuar 2 sulme terroriste në 3 vitet e fundit, në Banjsk me 24 shtator 2023 dhe në kanalin Iber Lepenc në infrastrukturë kritike me 29 nëntor 2024, që të dyja këto të dirigjuara e financuara nga fqinji ynë verior. Nuk po kërkojmë as rrugë të shkurtra, as derë të pasme, vetëm proces meritor. Ju faleminderit. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian më 15 dhjetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është shqyrtuar ende dhe si rrjedhoi, ajo është vendi i vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Ndër pengesat kryesore për përparimin e Kosovës në rrugën drejt BE-s është edhe mosnjohja e pavarësisë së saj nga disa vende anëtare, si Greqia, Spanja, Rumania, Slovakia dhe Çiproja. Këtu kemi ardhur në fund të fleqit informativ. Për zhvillimet të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë mirupafshim.